Sot kam kënaqësinë e veçantë që të mirëpres në Republikën tonë një mik të veçantë të popullit të Kosovës, një mik të vërtet të popullit tonë, i nderuar sekretar Lami, mirë se erdhët sërish në Republikën e Kosovës. Jam e nderuar që po takohemi sërish pas më shumë se 2 vitesh, kur ju ishit në Kosovë në një selsi tjetër dhe pas takimeve tona përfshi atë të fundit në Washington DC gjatë samitit të NATO-s, në mënyrë që edhe këtu të diskutojmë për vazhdimin e bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet 2 shteteve tona. Kjo vizitë është edhe një dëshmi e marrëdhënieve të shkëlqyera dhe të qëndrueshme ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar, një aleancë e cila është e ndërtuar mbi vlera të përbashkëta, të demokracisë, të lirisë dhe të paqes. I nderuar sekretar Lami, përkushtimi i Mbretërisë së Bashkuar ndaj Kosovës ka qenë i jashtëzakonshëm, por edhe i pandërprer gjatë të gjitha fazave të shtetëndërtimit tonë, nga mbështetja e vendit tonë për çlirimin, pastaj me shpalljen e pavarësisë e deri tek forcimi i institucioneve tona demokratike. Roli juaj ka qenë kyç dhe për këtë jemi thellësisht mirënjohës. Gjatë viteve kemi pasur nderin t'ju takojmë në shumë raste dhe ngjarje të ndryshme, prandaj vazhdimi i diskutimeve tona sot në një format më të avancuar dëshmon rëndësinë që të dyja vendet tona i kushtojnë forcimit të marrëdhënieve bilaterale. Kam kënaqësinë prandaj që sot ta përmend se kam bërë propozimin për lidhjen e marrëveshjes për fillimin strategjik të bashkëpunimit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar, që në veçanti do të mbuloj fushën e mbrojtjes dhe fushën e ekonomisë. Pra, sot kemi diskutuar gjere gjatë për thellimin e bashkëpunimit tonë strategjik në këto fusha, të cilat pastaj do të vazhdojnë me diskutime ndërmjet 2 ekipeve tona, dhe vlerësoj shumë faktin që e keni mirëpritur këtë propozim për zgjerim të partneritetit. Jemi të përkushtuar të vazhdojmë bashkëpunimin ndërmjet institucioneve tona për ta konkretizuar këtë marrëveshje dhe për t'i dhënë formën e duhur dhe ta nënshkruajmë sa më parë që t'jetë e mundur. Konsideroj se ka hapësirë të jashtëzakonshme për fuqizim të mëtejshëm të aleancës sonë dhe prezencë edhe akoma më aktive të Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë dhe anasjelltas. Në këtë frymë e mirëpresim gjithnjë angazhimin e Ministrisë së Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar, edhe sa i përket eksportit të armëve në Kosovë. Ky hap do të kontribuojë jo vetëm forcimin e sigurisë sonë, por edhe në avancimin e industrisë së mbrojtjes së Britanisë së Madhe. Gjithashtu dua të shpreh mirënjohjen dhe falenderimet tona për mbështetjen e jashtëzakonshme në ngritjen, zhvillimin dhe avancimin e aftësive e kapaciteteve të forcës së sigurisë së Kosovës, të policisë së Kosovës, të ministrive të mbrojtjes dhe të brendshme, me cilat edhe do të finalizohet akordimi për migrimin, si dhe të gjitha institucioneve tjera të sigurisë. Ky angazhim ka kulmuar me operacione stërvitore dhe trajnuese të përbashkëta, me shkollimin e shumë prej kuadrove tona më të mira, përfshirë dhe pjesëmarrjen tonë në operacionin aktual Interflex në mbështetje të Ukrainës. Natyrisht diskutuam edhe për të ardhmen euroatlantike të Kosovës, një aspirat të cilën Mbretëria e Bashkuar e ka mbështetur që nga fillimet e raporteve tona, siç ka qenë edhe mbështetja e fuqishme e Mbretërisë së Bashkuar për anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Një temë e rëndësishme e diskutimit tonë ishte edhe dialogu me Serbinë. Kam përsëritur edhe një herë faktin se Kosova mbetet një palë konstruktive e përkushtuar për paqe dhe stabilitet, pavarësisht se vazhdimisht përballemi me obstruksione dhe provokime nga ana e Serbisë, përfshi edhe sulmet e njëpasnjëshme që kanë filluar vite më herët e po vazhdojnë edhe tani. Për gjë dua ta përmend sërish se është e domosdoshme që të ketë llogaridhënie dhe vënje të autorëve para përgjegjësisë nga ana e Serbisë, por fatkeqësisht po e shohim që nuk ka asnjë lëvizje në këtë drejtim, as sa i përket aktit të agresionit të shtatorit 2023, as sa i përket sulmit ndaj 93 ushtarëve të NATO-s që ka ndodhur edhe më herët, por as veprimeve të fundit terroriste që ka ndodhur në veri të vendit. I nderuar sekretar Lami, mbështetja e Mbretërisë së Bashkuar për Kosovën
është pak edhe të thuhet që është historike. Vërtet është e rëndësisë historike. Në një kohë kur ndoshta shumë kusht tjetër do t'i mbyllte sytë para vuajtjeve tona, ju nuk lejuat këtë gjë dhe konkretisht partia juaj në atë kohë e udhëhequr nga kryeministri Tony Blair bëri historinë dhe në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vendet tjera aleate u sigurua që Kosova më në fund të ketë lirinë dhe më në fund të kemi gjenerata të tëra të fëmijëve, shumë prej cilave mbajnë edhe emrin Tony Blair, të rriten në liri e mos ta njohin luftën, por ta njohin vetëm paqen. Është detyrë e secilit prej nesh që të kontribuojmë e të punojmë çdo ditë që këtë paqe ta mirëmbajmë e ta ruajmë pavarësisht rreziqeve të vazhdueshme me të cilat ballafaqohemi. Jam e bindur se ruajtja e paqes, ruajtja e lirisë është e mundur vetëm për krah aleatëve tanë. Ju mund të llogarisni në Republikën e Kosovës si një aleat, si një partner dhe një shtet mik që sado që është i vogël, me zemër të madhe, gjithnjë do t'i mbrojë vlerat për të cilat gjenerata e gjenerata të ushtarëve britanik akoma shërbejnë këtu në Kosovë dhe kudo në botë. Sekretar Lami, edhe njerë faleminderit për mbështetjen tuaj të palëkundur. Kosova është shtëpia e dytë e çdo miku të saj dhe ju padyshim jeni një mik i madh i vendit dhe i qytetarëve tanë, prandaj shpresoj se edhe ju, sikurse çdo qytetar i Mbretërisë së Bashkuar që ka shërbyer në Kosovë, por edhe që e ndihmon Kosovën, mund të ndihet këtu sikurse në shtëpinë e vet. Faleminderit edhe njëherë dhe mezi presim të thellojmë bashkëpunimin. Faleminderit Presidente Osmani, faleminderit Sekretar Lemi, faleminderit juve media.